ka pas besa rast, këm pas edhe vjehri që ka thonë, që kërë ardhë, ka thonë nusën, e du me ngjyrën e kaltër me pas të syni. Me bo kërkesën vjehri për një hijet të sy, u konë diçka e veçantë. U konë e pazakontë. Pazakontë. Vjen për shumë nusja, thot, bëmi buzë të kuqe, se i ka që vjera. Kur nisha vjera tjera, të thonë, banja nusës buzë që shtë, ose banja frizurën që shtë. Atër, në përgjithësi, janë konë që janë vetë vjera. Më ka përzi kur vjera, në thonë kështë regullave së kështë bëni. A mundesh me kujtu me sa pare ke fillu biznesin e parë? Edhe sa vjeqare ke qenë kur e ke hapë? U konë ajo periuda kur u ndrej me eurot, me markat me euro. Okej. Qatë periudë. Edhe nuk e di sakt kështë, po dikun të 1500 euro, marka ma shumë janë konë, u këtheshin në euro. 1500 euro. U konë 3000 marka më duket konë që e periuda, që u këtheshin euro. Edhe kom fillu që atëherë, edhe s'pundi. E kisha motrën në shkollë në gjimnaz, e masha ajo flokë të gjata, edhe bëjsha dhe ato, ajo silloj reklame, sa i finirat kësh flokë të shkojkë në shkollë, bëjshen aj fijet shatirit. Ishin ma shumë me kapuqa të bëjshen shatirat. Unë e fillova me folje e para aty në Skenderaj, për shembull, edhe i bëjsha e shkojkë ajo në shkollë, edhe pashen që shu bo kjo, që she ka bo këtë. Aty fillun tani. Ti përmen edhe punën e nuseve në atë kohë se qysh janë borë, qysh janë drejsh, së ka ndryshu që kjo tash. Ti e përmen edhe që edhe vjerat kanë tregu se qysh mja bo, i kanë vetë edhe asë kohë edhe veç i kanë vetë vjerat mja bo qysh të mja bo, qysh të api vesin tash, apo shkojnë standard dhe qysh përdojnë vetë? Po atër i kanë vetë shumë, atër në përgjithësi janë kanë që janë vetë vjerat. Dhe tash ka, për dëshirën e vjera, ka akoma dhe më vjen shumë mirë kur e shoh. Kur vjen për shumë nusja, thot, bëmi buzë të kuqe, se i ka që vjera. U shumë moderne, nusja vjen shumë mirë. Kretë me dhe thot, Nuria, kështë regulam shumë thjesht, du shumë moderne, veç buzë si du të kuqe, se ka që vjera, dhe du me jabo qefin. Pse, një ditë, që është një dasëm. Edhe ti për vitit? Edhe më vjen shumë mirë, bashkë, kur e një ashtu që thot për qefin e vjerës. Edhe ty për vitit ka ra, po besojnë me majtë që të periudhen mund drejsh për vjehra, na ka pas edhe vjehra jo të na i preferin që të ka thë bëni flok që shto liu, që shto ndreshtu, që shto se ti e ka frizir, kja ke bo vete. Po që ajo problemi se të une se kom posat punë, për arsye se më konë frizeri vetë, s'mu ka përzi kur vjera. Në thonë kështë regullave së kështë bëni, jo. Se di edhe mami jam të nusët, se i kom pas nusët e vlaznive, tani kum ndrejqon e gjithë. Edhe asë njëherë nuk ku kanë ajo në shtas që une ku mbo qatë punë edhe nuk ju ka shku aty në mene si kësojna mu ju përzi, apo nuk i di pse, po të nona jam që ditë, ku më thonë që shmër asë njëherë nuk e ku më një, nonën tam kur i nisha vjera tjera, të thonë banja nusës buzë që shtë, ose banja frizurën që shtë, ose dishka, jo. Edhe shumë vënja të bo pytje. Thashe, pse ti ta shkur, në esens të pelqena, pse? Unë mu ju përzi juve trejava, po ju e dini ma mirë se na me po hecë më shumë. Ashtë ju veç unë e quditna se i kam so kërkesat e vjerava të banja nusës qështu, se vjen nusja, thot valoj, e kam kërkes për vjerës, mi bot qështu, ose në gjyren e për para kone dhe të hijes, të shminkes, e kështu, në gjyren për shumë ka zgjedh, ose vjollce, ose me matë kaltere, në shka u konë kërkes, ka pas besa rast, këm pas edhe vjehri që ka thonë. Që kërë ardhë, ka thonë nusën, e du me ngjyrën e kaltër me pas të syni. Që ka dusht kaltër, të getë ma të mbëllët, po këta e du. Kësaj të punë qa dusht të kësaj, po të ngjyra e syve du kështë nusës. Cili është në rasti veçantë që të ka metë në menë? Ajo më ka metë shumë i veçantë, kona ajo. Vjeri me ardhë, adin ta mane ka në pas një nusë për qafë, me vjerën me kanë pru, po me bo kërkesën vjeri për një hijet të sy, du konë diçka e veçantë. U konë e pazakontë.